Petrit Osmani është duke bërë homazhe në lapidarin e fshatit Guden, ku janë skalitur emrat e 20 personave të vrarë nga forcat serbe me 25 mars të vitit 1999, kundërta 4 vrarë vëllain me 7 kushërinj. Ai kujton ditën kur serbët kishin zbritur në fshat. Me 25 mars, natën 9, rreth orës 9 mëngjes, na kanë rrethu në 4 anë të fshatit ushtria serbe. Na kanë tobu çdo mrapa u koni shtëpi. Kajt fshatin me një grup të çereqit. 20 burra i kanë nënën tjetër të shtëpisë. E kanë kallë shtëpinë, kanë nisë të kallë fshatrin, të kallë shtëpia. Mandej na kanë largu piktuit, që na kanë çuar të ku përmendorja për momentin. Na kanë do burrat 14 vjetë për pjetë për i grave. Ka thonë mi do, orë dikush prej ushtrisë një komandant. Ka thonë sulferës, vazhdojnë për jotë me qute shtëpia jote. Edhe kem fillu atje, kanë biseduja 3 orë ma shumë në ashtë që ty këna najtë, të malë tërtime me shtu na bëshin. Në matë që me automatik i kamë në vra, i lejshin me piskat thmije, kështu. Dikur tha du me qitë për Shqipëri juve. Osmani thot se ajo ditë ishte e tmerrshme për gjithë, ku depërtimi i tyre nga fshati ishte i dhunshëm nga forcat serbe. Sa kem qëndru atje, unë nej disa krisma të mdhaja kënej, por në fakt nuk i kem po, veç ka kem kalu i kem po, se jenë konë pështet për murë ata burrat, ma shumë s'kem po, na kanë qu në drejtim të shkollës, e kanë kallë shkollën, dikur na kanë qu në kufi, prej kufinit, na kanë qitë kanjo për Shqipëri. Kisha keni dëgju ku ja keni ku jeni shku për Shqipëri? Ku sa kem qëndru të shtëpia sulferës. A ditët a ke domethënë intuita? O konë një farë intuite e keqe shumë, po me thonë si i kem po dishka ju. Sipas banorëve, pas luftës ata kishin gjetur eshtrat e personave të vrarë nga forcat serbe në Goden.